Ekziston ajo shpreha që thot: femra i ka flokët e gjata e mendje shkurtër. Realisht ne femrat gjithnjë më shumë po dëshmojmë të kundërtën. Nuk ka femër e cila nuk dëshiron flokë të bukura, të ndryshme, të cilat do të tërhiqnin vëmendjen njëjtë si në reklama. Por me qëllim që të arrijmë këtë efekt, femrat shumë shpesh dëmtojnë flokun. Tharësia flokëve përdorur jashtë mase, drejtuesja flokëve e shumë produkte të tjera kozmetike, jo vetëm që bëjnë flokët të duken të thara, por i bëjnë ato pa jetë, të egër dhe pa shkëlqim. E për këtë ne u konsultuam edhe me profesionistën e flokëve, zonjën Florentin Syla, nga studio Eva Profesional, e cila na i tregoi disa këshilla se si duhet i mirëmbajmë flokët. Përdorimi i drejtueseve, gjithashtu edhe përdorimi i kemikale, domethënë ngjyrat shpeshta, mandej blanzhi sidomos, kur përdoret shumë herë, me një njëjtin vend apo njëjtin gjatësi, njëjtin flokë. Gjithashtu ajo porositi që të konsultohemi edhe për fenirim. Zakonisht floku mundet me u fenirat ose me u drejtu pas çdo larje, mirë po mos me tepru me larje. Nëse ai bëhet çdo ditë, normal ai ka me fillu mu tha, mu dëmtu. Mirë po, duhet mu bëhet te profesionisti, në mënyrë profesionale, nëse i fenirat, ato nuk dëmtojnë, nëse nuk i fenirat në mënyrë profesionale, ato mundet mu dëmtu. Çdo profesion i ka edhe fshehtësitë e veta. Preferohet maska një herë në javë, mandej para fenirimit gjithmonë flokë të laguna qitet edhe një sprej, e cila jo ndihmon me i majt flokët me stilim ma gjatë, me shkëlqy ato, me e vëllum, mandej përdoren edhe vajra të ndryshme. Ajo na tha se blanzhi për flokët asesi nuk bën të përdoret në kushte shtëpie. Tharësja të mos përdoret në flokë të thata sepse janë dëmtuesit më të mëdhenj të flokëve. Po përveç produkteve që ju rekomandojmë ne frizerat, domethënë edhe produktet shtëpiake kanë shumë rëndësi në mirëmbajtjen e flokëve, domethënë janë efikase. Si për shembull avokado shumë e mirë, ajo ndihmon në shkëlqimin e flokëve, ju jep butësi atyre, mandej mjalta. Vaji para fenirimit është i domosdoshëm dhe ato duhet të feniraten në interval kohor prej 25 deri në 30 minuta, jo më shumë sepse flokët dëmton, edhe feni po ashtu nuk do të mbahet shumë afër. Ka sësit mos bie në sy flokë të bukura mbi të gjitha flokë të shëndetshme. Flokët janë zbukurimi çdo femre, pa dallim të ngjyrës, gjatësisë, volumit ose formës. Flokët janë pjesë e pazëvendësueshme e bukurisë femrore.